Organizata komunale e pensionistëve në Gjakov gjatë vitit 2025 është ballafaquar me një sër problemesh, si mungesa e hapësirave adekuate dhe aktiviteteve të nevojshme për anëtarët e saj. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të organizatës komunale të pensionistëve në Gjakov, Shefqet Morina, tha se viti që po e lëm pas ka kaluar me shumë peripeci. Ne aktivitetet i zhvillojmë si rëndom për çdo vit. Mirë po edhe këto aktivitete kushtëzohen nga të hyrat, nga të ardhat, nga buxheti. Po që se nuk ke mjete, nuk mundesh me zhvillu aktivitetin i cili pritet nga ne si organizat që të ofrojmë ndihmën e domosdoshme për pensionistët që janë ma skamnor. Ose për këta që t'ju sigurojmë barnat, ilaqet që janë të përditshme, të domosdoshme për shërimin e sëmundjeve të ndryshme kronike që janë paraqit të këta pensionistë. Morina theksoi se një problem tjetër është fakti që ende nuk është zgjedhur kryetari i ri i njësisë lokale, pasi askush nuk është shprehur i gatshëm ta marrë këtë detyrë, pikërisht për shkak të sfidave me të cilat po përballet organizata. Si vjet kemi qalu, si vjet nuk kemi mujt me konstituimin e organeve të qeverisë, sepse nuk ka të interesuar për me kryer detyrën e kryetarit të organizatës komunale të pensionistëve. Në mbledhjen e kryesisë kemi debatu për këtë çështje, kemi bisedu, ka pas propozime konkrete se ne kënd të orientohemi për t'ia besu udhëheqjen si kryetar i organizatës së pensionistëve, por të gjithë kanë refuzuar me pranu këtë detyrë kur janë ballafaqur me vështirësitë me të cilat po ballafaqohet thyese rregullisht organizata jonë e pensionistëve. Sipas anëtarëve të kësaj organizate mungon ngrohja dhe temperaturat brenda hapësirës janë shumë të ulta. Nxemi me vetë që mizëria shkret, jo kushtet e mira shkret. Shka më bo? Jemi nxeri edhe vjetë me plin. Si vjetë s'ka as plin. Nuk përna financojnë. Kushtet shumë shtira. E dalim kështë me kalu pa ko volontarisht të punu. S'ka. Në këto zyrë thonë se kanë marrë premtime nga zyrtarët komunal për zgjidhjen e këtyre problemeve, sidomos çështjen e ngrohjes, por deri më tani asnjë nga premtimet nuk është realizuar.